Ka disa momente, me qënë se Klodi e la të pjesa e qarkullimit të parave... Jo, me qënë se ishte të pjesa e qarkullimit të parave në parajsa fiskale dhe në tregun ndërkombëtar. Po dhe mendimin e bankës. Çfarë bënte Bankers, për ta kuptuar si skem? Bënte skemën transfer pricing. Pra, Bankers kishte degën e vetë këtu, kishte mëmën në Kanada, të cilën dhe kinezët e mbajtën. Në kohën e kinezëve u themelua dhe një kompani mëmë në Kinë dhe kishte gjithashtu edhe disa degë të saj në parajsa fiskale që janë juridiksione offshore ku sigurohet anonimati i pronarit, por gjithashtu kanë edhe lehtësi fiskale. Dhe në momenti që Bankers e shiste naftën për eksport, ja shiste vetës, pra kompanisë vetë mëmë në Kanada. Nuk kja shiste me $60 që ishte fuqia, po e deklaron të sikur e shiste me $20 fuqia. Dhe mëma në Kanada e shiste më pas me $60 fuqia duke mbajtur diferencë 20. Fiton dhe 20 deri aty. Këtu ngeleshin miliona euro, qindra miliona euro, tek mëma. Dhe Shqipëria, po autoritetet atimore, shqiptare nuk do të kishin mundësi se si të gjurmonin këto para. Këto para më pas shkonin në për banka të ndryshme, tashmë është gjetur vetëm Raiffeisen në Vjen, po mund të ketë llogari kudo përsa kohë që ata offshore-ët lejohen dhe përsa kohë ti nuk i ke gjurmuar dhe më pas janë gjetur gjurmë pagesash. Ajo që duhet të shikonin autoritetet shqiptare dhe të kishin në vëmendje dhe të kishin nisur hetimet, ishin 2 kontratat e kredis me 2 kompani offshore që në fakt dyshohet nga prokuroria që janë kompani ku është vetë Bankers aksionere 100%, 2 kontrata kredie, njëra me vlerë 110 milion euro, tjetra me vlerë 150 milion euro, që Bankers ja ka dhënë këtyre 2 kompanive. Ato, përveç se rëndojnë bilancin për efekt shpenzimesh që Bankers të dalë me humbje, ato gjithashtu ja ka kaluar kompanive të veta, jashtë shtetit pa u tatuar dhe pa paguar asnjë lloj takse. Kjo ishte sa i takon gjithë pjesës së qarkullimit parave në vendet tjera ndërkombëtare dhe më pas çfarë mund të dyshohet. Jo, një sekond, sa offshore kishin ndërtuar tani këto? Ka llogari në Zvicër, në Kanada, në Holandë, në Irlandë, në Greqi, Hong Kong e tjerë me radhë. Është kompani eksporti naftë, ajo mund të ketë kompani offshore që janë bërë dhe atyre ndit thot e tjerë, pra do thot që ka dhe vende të tjera ku kanë, për shembull, Irlanda ka kompani offshore, Holanda ka offshore. Po ka jurisdiksion Zvicra, Hollanda, Irlanda, Facebookun e ke në Zvicër që mos paguhet taksa, se nuk duhet paragjykuar s'kam se shkojnë gjitha në kompani offshore. Se po bëjmë hetusin, 25 milion ton naftë me $400 toni për 10 miliard euro vlla. Që këta kinezët dhe palaqot e kinezëve këtu në Shqipëri, ja u kanë rrujt shqiptarëve pa paguajtur as lek në tim. Llogaria trash fare 10 miliard euro trash e trash. Kanë vjedh naftën pasurinë kombëtare shqiptare dhe është vetëm një kompani në regjistrin tregtar në 170.000 biznese, që lejohet dalë 20 vjet me humbje, nuk shpall falimentin. 3 kanë gjithë kompani tjera, kam dhe unë biznes. Po qohë bilans 3 vjet me humbje, ma mjën në vetë ata. 3 kanë lanë 21 vjet me humbje. Do të lanë edhe 4 vjet, dhe në 2029 do le maron kontrata? Po në 2029. 2029 da e lanë, e thonë ajtë mirë pafshë. Pra këto si trashe ju kanë vjetë shqiptarëve 10 miliard euro. Ne blem naftë më shtajt nga gjithë rajoni, ta ngopin në shtollart. Ato që thotë ola në offshore, qa offshore, ku ke offshore? Qonë kandidati qoj atje si vjen merë Hasani nga rinë si me valiqën, vjen tu. I jeti avokati kësaj bankës Raiffeisen i thotë, kjo është që ka rrujt 3 milion euro për konsulencë, studio me 2 ropë. Nërkohë që bankës i ka zyr juridike me 15 juristë nga më të mirët nga gjithë bota. E vetëm e studio dinjitose shqiptare, studia Gens Bogës, i kërkoj njerë që pa e përmend emrin, edhe pse kam njohje me te. Po Genci s'shkoj me këta? Jo, i ka qu letër që i ka thonë... Jo, ka patur kontrata, po nuk i ka patur me 3 milion euro, ka patur me vlera normale. Genci ka pas 60 euro në vit, 5 euro në mujtë dhe në fund është tërheq, 2 vjet pa, ka thonë. Me që ju e keni zgjeru gamën, keni shumë konsulentje, nuk keni nevoj për mu, nuk i du këto për lëmorë, që unë hej dorë nga ju. Jo me miliona. Një moment tjetër Ylli, këtë gjopës apo e ke pyetje më vete? Jo, të gjopës e ka më poshtë. Okej, me qënë se Klodi ka mos veprim, është veprim. Do zgjerojme atë, do zgjerojme. Mos veprim dhe mos veprim. Do më lejoni mua që t'ju fute kjo moment. Atëherë, vepra penale. Veprim se ka marrë vendim të Barojni zënkën dhe... Ke shumë problem, po të kundërshtuan. Jo, nuk më kundërshtove, të thash, vepra penale... Vazhdojni si zënkën, barojni dhe unë do të hapë përsëri. Probleme ka Ylli, se s'po e lini. Debat është, jo s'ka.
Ilis, gjoba ke kjo del të ke këto Po telefonat. do zbresim të ajo. Tani. Po të e më ka thonë Paloshi, po. Ndërkohë qarkullojnë fjalë që Bankers Petroleum po shitet. Kush mund të ketë interes për blerë një kompani me detyrime të larta në hetim nga autoritetet e drejtësisë, nga organi më special në Shqipëri, dhe që rezulton për 20 vjet vetëm me humbje. Ndërkohë që i përfundon kontrata koncesionare në vitin 2029 pas 3 vjetësh. Si ka mundësi tani, kush mund ta blerë këtë? Që qa interesi ka që blesh një kompani që mund ta lejnë blerës budalla thua? Kush? Po jo, në një budalla thash mos del e ble. Mendoj që kjo çështja e ligjit është një ligj i cili ka emra dhe ka një listë kompanish që përfitojnë. Besoj Air Albania është e lista e këtyre kompanive që nuk ka paguar detyrimet tatimore dhe doganore. Bankers është e lista e kompanive që përfitojnë, pra që janë kompani të mëdha dhe që i falen dhe i fshien detyrimet. Te kamnestia që bëjë parlamenti? Me tatime dhe ndogana. Bëne, s'ke qimerë që ajo ka qenë falimenturë që më përpara, po do me thënë të kjo pyetjes në luatis. Ka aksioner Turkish dhe mund t'i marrësh 15% të detyrimit. Po Turkish të marrë këtë dhe thua ti, Bankers Petroleum? E kisha për Bankers Petroleum. Pra, pa tjetër që është me bekimin e zyrtarve. Okej, më po kush mund t'a blerë këtë? Flitet është një kompani me bazë në Katar, ish ministri të jashtëm të Katarit që është në negociata me kompanin Bankers për shitjen e saj. Kompania Bankers, burimet e punojnësve ati na thonë që ka përfunduar raporti due diligence për vlerën e aseteve dhe është vlerësuar rastësisht 120 milionë euro. Aqsa ç'është dhe detyrimi, aq është dhe vlera e aseteve. Megjithatë, flitet që nëse do ketë blerës të rinj, do ketë automatikisht edhe shtyrje të kontratës koncesionare siç ndodhi me aeroportin. Do të thonë nuk do të jetë më viti 2029. Jo. Atëre unë themë ne do të vijojmë të rimeremi me këtë temë, por ka që të themi për tani dhe ndërkohë të zgjatemi pak edhe të ç'po ndodh me hetimet për kurum. Në çfarë faze, në fakt ne kemi thënë vazhdimisht zoti Muslim që në qoftë se do të shikoni ç'ka ndodhur në Shqipëri në këto 35 vjet, shikoni Bankersin, çka ka bërë Bankersin në tokë dhe çka bërë kurumi mbi tokë. Të dyja këto kompani kanë qenë me bekimin e madh të shtetit shqiptar, të qeverive shqiptare, pa dallim feje dhe krajine. Domethënë, kanë bërë çka kanë dashur. Dhe kanë rrëmbyer çka kanë dashur nga të dy krahët. Në çfarë faze janë hetimet për mbetjet e kurum, Lala, duket sikur kësaj kompanie nuk i hyn siç kundër se Bankersit, po më shumë se Bankersi kësaj nuk i hyn gjem në këmbë. Vazhdon ndan reklama të pafundme për mediat dhe ka heshtje nga pothuajse të gjitha mediat, televizionet dhe portalet. Çuditërisht shumë kompani kanë ndarë dhe ndajnë reklama dhe është normalitet. Por kjo ndan reklama pasi mbyllet. Dhe deri dhe te mediat që quhen më opozitare në Shqipëri, është shumë e çuditshme. Pasi është mbyllur dhe pasi e ka mbytur Shqipërinë me helme me të gjitha dhe ku pritet të vijë një analizë sikur është nisur në planet tjetër.